që kjo është një kontratë publike, funksionalizimi i objektit për përpunimin në produkteve shtazore. E arritun me 10 paret 2025. Befasi, kjo është kontratë e nënshkruar prej Faton Pecit edhe një kompanie private. Kom pa krime të ndryshme, që si niveli të krimit, ku secili rreshti i kontratës është krim në vete, unë kur nuk kom pa. Kom e zbërthy krejt kontratën rresht për rresht dhe domi total është diku rreth 60 milion euro. Veç të pare, po du me e po jo, për çka po flas. Edhe deri ku është involvum zinxhiri i krimit. Afatet dhe koha e zbatimit. Zbatimi i kësaj kontrate do të fillojë nga dita e nënshkrimit dhe vlen për periudhën kohore 20 vite, 2024-2044, me mundësi vazhdimi. Pra, siç e shihni, në këtë nën të kontratës përcaktohet që Faton Peci, kompanisë private, po ja jep objektin për përpunimin e produkteve shtazore për 20 vjet. Okej? Qëre tash? Se e thjeshtë është kjo. Ligji për pronën publike neni 17, qiraja dhe këmbimi. Pika 2. Prona në pronësi të Republikës së Kosovës përkatësisht e institucionit qendror ose prona e komunës mund të jepen me qira deri në 15 vite me vendim qeverisë, përkatësisht organit kompetent komunës. Pra, ligji po thotë që me vendim qeverisë mund është me jap pronë publike veç 15 vjet. Që shëpat nenin me nga kontratës, kontrata është për 20 vjet. Do të thonë, e kuptu, nuk ka nevojë kështu për me filozofu ma tepër. Ka plot njerëz që thonë Faton Peci ka i bën këtu Albin Kurti spedem. Befasi. Me vendim të Albin Kurtit është buke. Qyre vendimi, qyre nënshkrimi Albin Kurtit, qyre data e 9, më njëherë me 10 në bu kontrata, qyre vendimi. Aprovohet dhënia në shfrytëzim e parcelës Stankovc, komuna e Glogocit në interesin publik për trajtimin e produkteve shtazore. Pra, direkt shkelje e ligjit. Ligji kërkon mas shumë të 15 vjet, përveç kuvendi që mundet me jap pronë me qira deri në 99 vjet. Faton Peci e te kalon ligjin bashkë me Albin Kurtin e jap për 20 vjet. Mos mendoni që kjo krimi i vet. Ky është veç krimi fillestar, edhe më i vogël. Në një kontratë që shteti i Kosovës mesatarisht ja hub 60 milion euro. Nesër keni me pa kontratën e plot, të publikuar, të shpjeguar nen për nen, edhe keni me kuptu çfarë lloj kriminaliteti, makabriteti, edhe prepotencën shkelje të ligjit ka Faton Peci, Albin Kurti e krejt të shpur kriminale. Që kjo dosje, në mesin mëll të 7 tjerave që i ka, janë të deponume tashmë edhe të hetusi i krimeve ekonomike. Krejt e ka qartë, qështu që shpjegohet ashtu, ja kom shpjegu se cilën shkelje. Veç ka me përcjell ligjin, edhe Faton Peci përfundon në burg. Nesër e keni kontratën e plot.